Mirat Rukisi. Mirat, mirë se jeni në emision. Mirat, Fidan. Kanë mejtë ma pak së 72 orë kur fillon edhe përfundon faktikisht koha e përcaktuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Ty di si zoti Kurti minutat e fundit me befasu edhe të pasi pak a shumë keni pas koza takime për këtë pjesë. Sot është e premte, përfundimi dhe javës. A ka një letër të rinë nga zoti Kurti drejt LDK-s? Deri sa këtë reklamat shikova edhe, po jo, në fakt nuk presim. Do më be pritë dhe ti të sash në reklamat në kësyra ka diska të Në fakt, është stili politik i Kurtit që veproj kështu në afatet e skajshme kohore. Njëtë ka vepru edhe herën e kalume, pra me disa veprime, po jo, nuk presim. Dhe më thonë, dakordanca ka qenë që mos takomi dhe të mos shkëmbejmë letrat cilat realisht janë të konsumume tashme. Dhe më thonë, ne kemi qenë politikisht korrekt dhe kemi qenë po ashtu politikisht të përcaktuar për me i dhanë zgjidhje çështjes së presidentit, ashtu siç kemi deklaruar që nga fillimi dhe kemi pas pritje reale që do të kemi president në afate kushtetuese, pa pas nevojë fare që të kemi 34 ditë shtesë që ju dhanë nga gjykata kushtetuese. Mirë po, epilogun e keni pa këtë javë, pra keni pa që nuk pat vullnet që Kurti të veproj ashtu siç është fryma kushtetuese, ashtu siç është politikisht i konceptuar shteti i Kosovës, pra me një balancë pushtetësh, me një balancë të politikave, me një balancë të veprimeve drejt tarmës së vendit, e cila duhet jetë demokratike, duhet jetë sipas asaj se çka kemi zotu edhe kur e kemi themelu Republikën dhe sipas asaj që i ruan shtyllat themelore të funksionimit të Republikës së Kosovës. Kështu që në këtë drejtim nuk ka pas asgjë të re, nuk pres që të ketë diçka të re dhe realisht fatkeqësisht për gjithë, sidomos për qytetarët e vendit, për bizneset e vendit, për secilin person që ka interes të jetojnë këtë vend, zgjedhjet po duken të pashmangshme. Berat, fatkeqësisht në krejt juve njerëzit e ekonomisë, këtyne vit... Se di ashtë fatkeqësisht për juve? Jo, fatkeqësisht, jo, është po flasun i rriti 2 djemë këtu, edhe nuk kam të armit tjetër përveç t'i venit, këshyri me vazhdu, me besum që muj me rritë dhe me jetu edhe vetë në këtë vend, dhe fatkeqësisht në këtë situatë jemi marrë me politika detore, asë njës kemi folë për çështje ekonomike. Ku dështum? Cila është kriza? Çka po na pret? Çka duhet me bërë? Ç'është kemi ças? Ty e ditë që ke udhëheqë edhe odhën ekonomike. Një pyetje kam. Derisa qeveria thotë që ka rritje të buxhetit. A kemi statistikë të qartë sa kemi pas investime të huaja jashtë nga banesat që i vlen Mërgata në Kosovë? A kemi pas na investitor serioz në 2 vite